Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Përveç BDI-s, ashtu dhe Alianca e Ziadin Selës dhe Taravarit kundërshtuan në gjykatën kushtetuese ligjet që kanë të bëjnë me sistemin Safe City. Deputeti Halil Snopçe tha se çështje serioze nuk duhet të lihen në duart e disa njerëzve jo serioz. Meni nënti kushtetues garanton barazi gjithë qytetarëve. Ashtu siç tha avokati, domethënë aplikimi vetëm në 3 qytete është një shpërndarje jo e barabartë, jo uniforme. Tani për dekadë Ziadin Selës nuk dëshiroj të komentoj, por normalisht serioziteti shihet në parlament. Serioziteti shihet në deklaratën e foltores parlamentit. Deputeti Riad Shaqiri paralajmëroi se ne do të çojmë ankesë. Në ditën kur votoi ligji dhe deputeti Shaqiri paralajmëroi, Ziadin Sela nuk ishte në parlament. Pra serioziteti nuk shihet në deklarata, por serioziteti shihet faktikisht si veprojmë. Gjyqtari Sadullahi Zahiri nga gjykata themelore të Tovës zgjidhet antar i Këshillit Gjyqësor nga radhët e gjyqtarëve që përkasin bashkësive etnike mbi 20%. Në zgjedhjet e drejtë për drejtë ai mori numrin më të madh të votave. Për Zahirin votuan 179 gjyqtarë nga gjithsej 390 që shfrytëzuan të drejtën e votës. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Kryeministri në detyrë i Kosovës deklaron se është i gatshëm për bashkëpunim me opozitën. Para mediave gjatë një vizite në odën e mjekëve, Albin Kurti tha se kërkohet atmosferë për një raport të ri qeveri-opozit. Po ashtu, ai tha se është takuar dhe me presidenten Vjosa Osmanin, por nënvizon se përpara procesit të zgjedhjes së presidentit apo presidentes, duhet fillimisht të kalohen 3 hapa të tjerë si konstituimi i kuvendit, formimi i qeverisë dhe më pas duhet fillojnë menjëherë vendimet për marrëveshjet ndërkombëtare. I pari është konstituimi i kuvendit, i cili nënkupton zgjedhjen e kryetarës apo kryetarit dhe të 5 nënkretarëve. Pastaj është formimi i qeverisë dhe na duhet që menjëherë të fillojmë me vendimet për marrëveshjet ndërkombëtare. I kemi 3 marrëveshje me Bankën Botërore, edhe kemi planin e rritjes së Bashkimit Evropian, i cili është në shumën e gjithë mbashme për 882.6 milion euro, ku rreth 30% janë grante, ndërka që 70% janë kredi, e unë besoj që në raport me opozitën, tek marrëveshjet ndërkombëtare, po tek konstituimi i kuvendit dhe formimi i qeverisë, do ta shohim se apo ja fillojmë një kapitull të ri, i cili dallon prej atij vitit 2025 që porsa e kaluam. Ministri i Detyrës së Shëndetësisë i Kosovës Arben Vitia premton rikthimin e ligjit për sigurime shëndetësore menjëherë pas konstituimit të kuvendit dhe pas akt vendimit të gjykatës kushtetuese. Kjo e fundit rrëzoi disa ligje për arsye administrative, duke theksuar se ky proces është i domosdoshëm për krijimin e fondit të sigurimeve dhe sistemit informativ shëndetësor. Vitia tha se vendimi nuk lidhej drejt për drejt me përmbajtjen e ligjit për sigurime shëndetësore. Shumica e qeverisëse në Shqipëri është e vendosur për të mos marrë asnjë vendim për imunitetin e zëvendës kryeministres Belinda Balloku deri në një vendim të gjykatës kushtetuese. Në një konferencë për shtyp, ministri i Drejtësisë Besford Lamallari nënvizoi se kushtetuta përcakton qartë se ministrat gëzojnë imunitetin e deputetëve. Lamallari u ndal edhe tek nevoja e ndryshimeve të politikës penale. Sipas tij, viti 2027 duhet të dëshmojë që jemi dinjitoz në tryezën e Brukselit. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.